Myshde, 2 bineq djemi fali Zoti. O myshde, o vlla jam. Ka pe pushkën e gjyj 2 herë se Zotit i ka falë 2 djem bineq. Nuk është mirë flamuri tërë. Nuk është mirë. O, pe di që s'është mirë gëzim. Pe di që s'është mirë edhe në pesha. Po nuk po dija çka mi ba. Çka mi thonë, çka mi fol. Qysh mos sill me ta. Kur që se m'ka di o gëzim o. Shumë mirë bëkem. Shumë mirë, erdhëm të ballat, ma bet. Pirja nisa me menu tash. Që ka nisë mu fjell djali, është ka bat, shumë mirë. Kafe bëkem të pi? Kafe, hina qita kafe. Pak koka lej, shumë pak koka lej, vishkore njëva të gjuna bërë si i trenë. Qka po bëni ju dy këtu? Qysh që po bëni ju dy këtu, Flamur? Kanë armë na i si gjithë. Si gjithë? Sonde nuk kanë armë na i si gjithë. Me keni thirrë ju dytë. Ja ju thanë që Flamuri s'është mira. Që është shmen dhe... po do me lujtë në kry. Jo, për Flamur nuk është ashtu. Që shamomi është që të. A të regom ti mu që shamomi është. Apo më të regon pse është Arta dhe Leoni këtu. Nuk kom pa fantazmës hije hera. Pa njeri gjallë. Ama jo, qëfar do njeri? Kush është ai Flamur? Vllau i Ardiani. Ai përngjaj ke ati, a që shë kuptove që është blaj ti? Se s'ka mundësi mu konë Ardiani, se... E ka dek. Ti ke fol me ta? E vetëm tha që jo vllau i ti. Çka thaj? Më foli. Një farë zoni ka dalëshëm ko gjamon aton, ama i prem. Ma ti ke emrin, ti ke gjithë zgjohë për familjen. Kërsnaj, tha, ko me ti vra krejt ka një, e më fond ko me të vrati. Gzim, nështë ashtë... Nga. Nështë... Qështu fjallë që me thati mu për Flamurin, ashta nuk ka mirë mësë mi marrë vesh familje. Nuk përdu mi dhonë shpresa ku të vishë pëse ti besëm. Që ato që i tha Flamurin, ashta nuk jenë vërtete. Po është të vërteti këse, unë i besoj Flamurit. Qka nëse veç njëherë e marim seriozisht këtë punë, këse? Qka veç nëse njëherë nalemi për një moment edhe marim seriozisht këtë punë? E qka nëse nuk delë që e që pëthot Flamuri? Gzem, pa, mujna mi besu Flamurit veçën edhe ti, të pak të në ti, Gzem. Nëse nuk e merë vesh familja, atëherë na. Mos ta mushim familjen me shpresa koti për diçka që nashta mundet më kone reme, po të pak të nalemi, Gzem, edhe veç unë edhe ti besojmë Flamurit. Qka me i besu Flamurit? Se edhe unë jo me gatshme me i besu. Neve na vynë edhe në informat tjetër për barnat. Ku i ka bo llaki banderolat për barna? Banderolat e barnave. Ki fjallën për barnat e kancerit. Po, konkretisht për Herceptin 400 mg. Llaki nuk bën banderola. Ato shiten qashtu, se janë tregëzi. Dhe na thonë, në paskarajt a i hamam. As llaki as kërkush nuk bën. Po sigurisht ju kanë pa trinë këtë treg edhe kanë dash me ja marrë me gjysë çmimi. Zgjedhja durt, edhe nisëm e njëherë të aji, me banderola. E unë tash
mu largu? Largau, nuk kem kur gjapun me ty mo. Okej. Arrova me të vetë. Pse kemi nu që na e kena vro llakin. Kom mendu që e dini për kërkesën e petarit. Çfarë kërkese? Po, për me vra flamurin. Ule edhe pak. Çaj, kafe. Na olho. Nëse po e lyp revolin në rezervë ta kum largu. Sheqer. Që di, qysh njerëz nuk menojnë për vdekjen. Njerëzit janë të lindur për me jetu. Jo me menon për vdekjen. As kur janë ullë për balë, të e këqyri direkt në sy. Tregon. Cile shkon betimi yt kur e pa police? S'po të kuptoj.
betu me mbrojt krejt njerëzit njëjt. Mi e dhon drejtësi gjithve njëjt. Po. Pasu pasoj që betimi jëtë nuk ka vlerë për vllahun tem. Erdiane. E u kanë kriminal. Cili është konë saksisht krimi i tij. Krimi? Së të shta për më ndonë krimet. Shumës. Pse nuk e ke burgos për krimet shumës? Plani u kanë me burgos. Fatkeqësisht është vra. Pse nuk e ke burgos vrasjen e tij? E ke pas letë. Ti e ke njoft flamurin. Pra betimet nuk ka vlerë për krejt njerëzit njëjtë, se ti jo që se ke burgos flamurin, po i ke ndihmu. Pse? Kam pas arsyet e mia. Jam shtatë zonë. Nën muj. Ti tha nën muj. Mas nën mujve ko më të vizitu. Fëmia nuk ka faj për mkatet e tua, po ti dush mi pagu mkatet që i ke pa, dush. Fëmia më në të metu dhe pa ty. Kërse që mas nën mujve ku më të qetë. Nëse me nën mu më shef, ku me lëviz qdo kur tru, ku me artë të më të vizitu. Po kjo blenë veç me një kusht, nëse ti s'fol për këta kem. Nëse fol, gjithë që kanë truptonin bote fajshme, në është edhe fëmija. Nën muj. Natën e mirë. Fred. Nën muj. Unë vetë kam ardhë te. Po veç me një kusht. Fëmija jeton. Edhe baba i ti. Këtë herë mëse të betimin.
Ndeni njëjtë, ha? Është vend më i përshtatshëm. Kena mujt me u taku kuda, na druk s'po shesim. Barna. Kështu veç mujna mu duk ma dyshimt. Nuk kem qef me dal ku ka njerëz shumë. S'kem qef me ekspozu. Në rregull. A vazhdojmë për shka kena ardhur. Këto janë. Sa doza piden? Sa i keni ju? 200 doza janë këtu. Opa. Besoj punë e banderolla e keni rregullua, po. Që shfalem dje. Pa banderolla nuk ka marrë veshje. Po, i kena bo. Original Beliki. Original? A e të shumë qa është puna këtyve banderolla original? Jo i gore po bani me mua? Po. Njëjtë që shke bo t'i dje me neve hajgare këtu. Me ato banderollat hamamit. Jo pun doget nuk keni të e dit me kënë keni pun. Jo me bo hajgare me mu. Qka? Unë e hatri trimit, dola me u taku me juve. Këto pun dimi kryo dhe ndryshe. Të respektu trimin ja dhash 50% ma lirë ofertën. Keni me lyp këtë ofertë. Shijemi së shpejti. Nuk shkën pa i blej këto barna. Po më kërsnen, a? Ju për një me nuk keni të e dit me ka një keni punë në djem. Ju për një me ka këni budal. Nashta dhe jem. Ti pak e prezentove veten. Është mirë edhe na me prezentove veten pak, para se me ditë kush jeti. As që po më interesan me ditë se kush hamamin një një. Veç dine që kjo punë me kash nuk mejtë. Jo hajgare me mu kur. Po besej e ke marrë vesh që i ka ndodhë dukës. Fakti që punon me lakin, pa tjetër që e një edhe duken. Para do dite ju ka lokali. E rehen lokal të vetë. Po besoj keni. Jo veç ti, po ke qyteti. Familja Gashi. Fix. Alla, Orta çka bone, ku je? falë. Kemi një rast të ri, për na do të asistenca jote. A kështë mujtë morë? Jo, nuk vim punë sot. Okej, po kur më në shmarë se është një rast këgjej komplikume, na do të edhe ndihma jote pa tjetër. Nuk e di. Orta nga? Pra ta shpekupton që as ti nuk u dosh me bo hajgare me neve, me këtu banderollat hamamit. Me ne e pak duken, fal me ta, a i të kalëzën kush jim na. E kuptova. Atëherë po e lajna me kaç këtë punë. Jo punës t'juve, unë punës teme. Po bojemi si kur s'ka ndodhur kur gjo. Kaleni mirë. Ku po shkon? Sa e nesër muhabetit. Hala s'falen për çmim. S'kem qa diskutoj ma shumë. Nuk jam i interesuar për barna. Thash po e laj me kaç. Na jena të interesuar me shit banat. Për shta dhe jem këtu. Djem, punë e banderolla nuk më bëj gare. Vllaki ka falsifiku banderollat. Mishteria e mësu me ato banderolla. Kështu pa to nuk kam qysh i shes. Kështu që po e laj me kaç këtë punë. Këtu barna nuk kanë banderoll, as kur s'kan pas. As laki, as kërkush nuk ngjet banderolla. Ma ti merrna me këtë punën. E di mirë qa po flas. Edhe na e dina qa po flasim.
Po besoj që s'ka nevojë me fol për banderolla, mo. Ma mërmenja që keni i për lakin. Kove të fundit nuk po bëhet i gjallë. Diçka i ka ndodh. Diçka e ngjashme si dukes. Plus njëri ti këtu me neve, dur të ledhë tha. Edhe lakin jo? Nashta, po nejse, flasim për biznes tash. Sa pare më na blen dozat? Nuk e di. Sa po eshet një? Qysh nuk e di. Ti mirësh me këtë punë. Ti na jep çmimin. Sa? 600 euro dozën. Gam, shumë e thjesht është kjo punë. Ti vazhdo me punu me bana me pakicë. Na vazhdojmë me punu me shumicë. Ti blen prej neve, edhe gjithçka ka më shku mirë. Ti bosh i fuqishëm. S'ka laki mo, jena veç na. Na nuk shesëm me pakicë. Na shesëm veç ty. Veç ti e ki produktin. Edhe je pa konkurrencë strel. Marrëveshje e mirë, a? Po e mirë edhe lehtë po duket, po. Ju një tri, këtë tregut jam. Nuk e di akon siguri. Prej kujt? Laki s'është. Kush ka më na pengu tjetër këtë punë? Në rregull, pra. Zem, am prite shumë? Jo, edhe vetë sa erdha. Që po bojma, po rrima apo esim? Qysh dush? Qa dush, qa ka ndodhë? S'po ndohësh mirë. Që fakt e di pse si e mirë. Vetë faktit që po i besoj flamurit, po të punon shumë. Edhe valbuna që ka vendosë me i besu. S'kam shti në gjomë në sy pram të natër. Po do me të besu ty që ata që po thu për flamurin. Do me besu që s'është i shmender. E qa po të bënë me nalë për mos me besu këse? Shpirti po më thotë besoj flamurit, po menja. Menja s'për në me besu. S'po e përsikën. Jo gjithmonë mendja thot vërtetën gzem. Gjatë studimeve kom pas trajnime pak me kësi njerëz që kanë probleme. Po flamuri nuk ka kësi probleme gzem. A i thot diçka reale. Që ma bata shumë? Në që më shku në shve më unu i bindë familjes. Këtë ndryshë është tash. Pile shumë ndryshë se sa kur ka dekë Shqipja. Aja ka dekë, kem ditë së është ma. Tash, stata shumë e ronë sa atëherë. Flamur ishte i gjalla, ma. Kësë është flamuri. E di. E di që është situatë shumë e vështirë këse. Po ti duhesh më i besu flamurit këse. E mas ne i familja. Vetë fakti që flamuri thot që familja është në rrezik. Çdo moment që vonohemi mundet me pësu dikush. Unë për du me i besu flamurit. Më duket e qysh se e pa mundën. Pse gzem? Çka po të nalë për mos me besu? Flamuri ka po shumë gjana. Shumë gjana sa një njeri normal nuk ishe atu. Edhe që ke që po të për planë ardjani, që së s'po me besu era. Po pse nuk mundesh me besu gzem? Ka të sene që ti si din halo. Të sene halo më të rana. Qka? Fal me mu, thuje. Nashta veç ka në animan ma shumë për mes gjithë problemi, gzem. Flamuri po menojnë që qëta që ka as prej pijes, as prej stresit, as prej senëve që i ka po.
ka prisha ti momenti që e s'ka me haru më kur njëtë. Qarë momenti? Ardiani nuk u vra për i bandave kriminale as për i grupeve tjera. Ardiani më vra prej Kuj? prej flamurit. Mirë në parët. Shumë mirë. Tash a jam i liru me. Jo, me ty kena punë këgjasishëm. Na dohet prapë më furnizu me barna. Këtu është sheten. Kështu që duhet me furnizu na këtë tipin. Fjalla është fjallë. Po unë s'kam barna. Nuk kam qysh ju një ma shumë. E vërtet që s'ki barna ti. Amo ti e din ku duhet me shku me marë barna. Ato dini edhe ju. Ju e një konë për lakin me marë barna. Unë transport nuk boj. Ti dësh me shku të petari. Me marë prapë barna për neve. Ti je i besueshëm për ta, kështu që ty të thajnë ata. Veç normal, duhet me full në emën të lakit ti. Ata më njohin mu. E din që jam njeri lakit, ama sigurisht kanë me pyet për to. Po ti gjeje një arsye. Thuj, kallzaj, që s'ka mujtë marrë laki, po t'ka qu ty. Ama laki i ka lajmëru në telefon, masana i ka qu njerëzit. Edhe kur ka pas me bo marrveshje, o taku personalisht me petarin. Po s'ka nevoj me bo marrveshje të bre, po ta kanë pas një marrveshje ma herët. Shka që shku ma herët i ke marrë banat, shka në dhe tash. Ama laki nuk i ka qu njerëzit e vetë kur. Gjithmonë ka pagu transport, sikur juve herën e fundit që ketë. Po ti thuj që i ka qu njerëz dhe vetë më të besueshëm që i ka. Amo nuk menoj që i besojnë ashtu. Po ballë për mo, ballë mo. Që ka do me kundërshtua çka është puna jote. Nga mirë që po them, ti shkon te betari, i merr barnat. Çka i thu, çfarë arsye gjen? Çka bën? Veç ti e din aty. Mu mi bjen barnat, a kuptum? E çka nëse nuk shkoj? Ama boni njëjtë edhe mu si lakita? Çka bë si lakit? Çka si lakit? Se ti për në men nuk ishe normal. Ju si lakit, po mazi si lakit a bojna. Veç pak ka dole. Do më unë ti hala, nuk po besen që na nuk kemë ngisht në zhdukin e lakita? Po ti i thej ati tipit barnave, që lakin e keni... Po ne i thash ati për me fitu avantazh. Më duk ma serios dhe aj, për kisë dhe me thonë që është e vërtet. Edhe me kona se ti më të ishe konë që ti të laki. Pse? Po thu e kanë vroa? Ku pe din ti pra? Flamure ka vrarë Ardianin. Ujra. Ka vra me dorë vetë. Ka vra në shenë hakmari. Ardiani ka vra montën të në Shqipën. Kërkush nuk e din këta, e din veç në familje, e kemi majtë në sheftë. Prej qësoj natë. Kështë ati momenti Flamuri mos është si njëtë njëri. A i ka ba diçka që na kërkush këna mujtë me ba. As fona, as baba, as jetoni. A i ka vra. I ka vra për neve, për Shqipën, për motrën tonë. A i nuk është i ka ba diçka, thjesht u hakmer. Edhe prej asoj ditën tutna për Flamurin. Tutna kër e shok shto. Tutna që e ka hum menën për i gjakët. Për i faj që e ka pa në atë moment. Edhe shumë një më ka tutna që nuk
Nuk është që është dikush tu akmer, po thjesht që e ka humbur në flamuri. Se djetu më kuptu e rapse që më ka mëjmë pesu flamurit. Gzem, edhe pse nuk e kom ditë këtë fakt, që nuk mban me u tërhek prej asaj që unë i besoj flamurit. Misa i ka pa diçka t'tillë, kjo forsona edhe ma shumë ato se çka thot ai. Ai nuk po çmendet Gzem, nuk po shpi kur gjë. As nuk po e prijeton fajin. Ai ka pa dikon edhe unë i besoj. Është atyra ty sa dera. Dhe pse e di që ka pa flamuri, dhe pse e di që ka në shpirt. Prap po du me të besu ty e jo logjikës tam që më thot që flamuri është shman. Unë menoj edhe i besoj që ai njeri ekziston. Kreq ka s'po mlidhet këtu është që ju po thune që Ardiani s'ka pas vlla. Trimi thot që Ardiani s'ka vlla. Duhet me fol me familjen Gzem edhe duhet me për një me u siguru që Ardiani nuk ka pas vlla. Se veç ky fakt e bën të pabesueshëm kur gjë tjetër. Nuk e di era. Nuk e di veç për momentin nuk jam i kfjellën dhe nuk kur gjë heq. Duhesh me u kfill Gzem, duhesh. I duhemi flamurit, familjes, se për një me familja është në rrezik. Çdo moment që vënumi mundet me psu dikush Gzem, një ka një, e kush mundet më ka një pari unë nuk e di, po mujna më kanë secili. Kështu që duhet me vepru sa ma shpejt. S'po di që ma po, nuk po di që me vërtetu që Ardiani ka vlla. Arta mundet me në një mu kërpët për këtë punë Gzem. Ajo punon në të esie dhe ajo mundet me pas historinë Ardianit në dosje. Vesh duhet me hapë edhe njëherë dosje në Ardianit edhe me u siguru për çdo detaj. Po, miri. Arta më në animon edhe Arta në animon. Dhe shkojmë. Qka po bëno djalja? Po gjuj si babi. Alo. Marta? Shpëtem dona më taku me ty urgjentisht. Sot. Me njerë. Po jam të hullumtu një rast që është normalisht doshtë ti me hetu, po... Jo shpëtem. Leje, anulaje, gjithë shka. Me njerë thash sot. Okej. Hajde që për gjonë një arsye dhe po vi. Hajde.
Orta! Orta, që është ky vend, pse mu taku këtë? Ta shpjegoj ma vonë shpëtim, gjithë qka ta shpjegoj ma vonë, dëshmë më ndimu diqka. Ma kryeni farpune. Është diqka personale. Shti mund dëshmë më ndimu shpëtim. Normal asë që diskutohet kjo punë, po pse mu taku në këtë vend nuk pe kuptoj? Ardianin. Dosjen e Ardian Sylës do të më marrë me këqyrë dhe njerë në detaje. Familjarët e ti, sidomos vllaun e ti. Me sa Diona nuk ka vlla. Qëto është problemi shpëtim? Që ai ka vlla. Edhe jam shumë e sigurt në këto që jam të e thonë. Orta, ne kemi kontrollu bashkë dosjen e ti. Kemi marrë në pyetje çdo familjar, po për vlla jam i sigurt që nuk ka. Duhet m'ja gjetë, bro. Duhet m'ja gjetë sa i vlla ka. Nuk e di çu ka ikë detaj. Nuk e di çu ka ikë. Do të më marrë edhe njerë me këshyrë çdo detaj, këtë familjarët e ti. Këtë dosjen me këshyrë me hallakat, gjithçka sa i ka vlla, ka vlla. Ai ka një që më ka thënë ka vlla. Në rregull. Kontrollojmë çdo detaj që dyshon, po për që nuk ka vlla, nuk ka, këtë jam i sigurt. Çka e ka, bro? Çka e ka? Orta, a je mirë? Po, që e kom po me sytë me, e kom po në shpemor nga një njeri, në shpem nga një. Dhe flamurja ka po, do me thoni vjen qa eksisten. Para me no, këtë identik si Ardiani është. Ka ardhë mua këmerë. Kush, Orta? Kush? Vllau i ti. Shëndetje. Përshëndetje, Ivan. Si jeni? Mirë, faleminderit. A je vetëm me Llakin? Jo, kësaj here vetë ku më ardhë. Llaki nuk ardhë, ka dërgu mu. Çka është problemi? Problemi? Ja, nuk ka problem. Erdha mi marë borna, si zakonisht. Si zakonisht? Te edhe Llaki asnjëherë nuk vini për borna. Çoni dikën tjetër për transport. Qashtu është, po kësaj here Llaki ka dërgu mu personalisht. Kështu që erdha vetë. Okej. A ku është Llaki? Kam provu në telefon që sa nuk më paraqitet të gjallë kërkon. Ka pas disa probleme kove të fundit, po menoj që shumë shpejt ka më këthyë. Çfarë problemi ka ai? Probleme familjare. Diçka me gru. Familjare, ke parasysh? Okej. Meri bornat. Veç se rregull Llaki që na duhet shumë. Edhe nuk ka treg bornat pa marrëveshjen tonë. Edhe pa kërkesën tonë. Okej. Ja për cjell jone, pa problem. Në rregull veç tregoj Llaki që është shumë punë serioze kjo. Nuk mujna vazhdu kështu pa e ditë a realizon ai kërkesën tonë. Hajde mos lëmi.
E di që nuk beson, po si i sigurt me najt o fërmi. A si ashtë me najt si i sigurt. E kum një shumë herë flamur këtë fjallë. Shumë herë kum një këtë fjallë që si jem sigurt. Po, gjatë shumë mu ka do këse jem sigurt. Sa që jemi kanë batë pa dukshëm me shkaun. E kjo farë fjallë po më do këtë vetë si adet u bati qësh. Po kësa jere nuk është adet, është për një me. E në kofë që është për një me kjo. Nuk ka kënaqësi më të madhe se me dek me djalë. Jam me dek afër ti. Vdekja nuk vjen kur e rreti. As nuk vjen për një sebeb, si që thëshin plesë të nërë. Vdekja vjen që atëherë bashkur menon që i e largë me vdekjen. Pra, vdekja është ma afër se këmisha në trup. Kësa here, babë, vdekja është ma afër se këmisha që e kemi në trup. Si sa du më kujtohet, kur am prit gjatë luftës. Na arrestuan e na burgosën. Na kanë bë tortura pej aty në maq njerëzor. E ma e rona ke kur ka ardhur Petar Petrović. Kur njën burgosnit për ta, e fillon me u të rridh. Shumë herë kom pa vdekin me sytë mi. Shumë herë jam lutë me më vëra e mos me mblanë me i pa ato ditë sejzë. Njeri u kur e shef vdekin ka qafër, kur nuk e harron. Nuk për do tash me të ngarku ty me ato vojtjet e mija. Ka pas natë që jem lutë me mardë fundi. Me mda zoti për ty në dhimbje. Po nuk u dojsha dit as natë. E nuk u qmenda as atëherë, as tash. Njeri ju ish me i fortë se guri flamur. Edhe kur menon se s'ki me që ma kryt në altë, Zotit len me marë fry. Edhe ta bashkon trupin rreth shpirtit. Njeri ju nuk thyhet let flamur. E di që po thu, baba. Po nuk është njëjtë. Nuk është njëjtë, se ajo që kom pa une është për një me babë. Nuk e kam prej trunet, se kam as prej lodhes. Ai njeri, ai eksiston, babë. E unë po kam frikë për juve. O birë, nuk është halli jam ai që ti po e she. Halli jam jeti, se kur nuk kam pa kështu. Edhe unë kam pas natë që kam tha jam qmend, po nuk jam qmend. Unë po të kuptoj, edhe pse shpia s'po të kupton. Halli jam është mos me të hup ty flamur. Nuk jam qmend, baba. Unë veç po kam frikë për juve, po du m'ju mbrojt. Mas mire që është di unë. Flamur, unë të besoj ty, edhe kur tjerë nuk të besojnë. Edhe nëse gabon, unë prap të rri, afër. S'ka babë që e lën djalin vetëm, sidomos kur djali ndjen rrezikun para tjerëve. Qka nëse kësaj here është vdekja ma afër se herave tjera. Atëherë, e presim bashkë o birë. Po, bashkë jemi prit. Se në koftë, ashtu, vdekja mund më të afru, po jo pa u ballafaqu me mu njerë.
Interesant, a? Çka është? Gjithin e kom bashk. Edhe si fëmi, edhe tash. Të nkuhen bashk. Nashta me kanë të rritësh, të shkën edhe jeta me ta. Po neve s'na ka shku shumë. Unë këto, ti atje në Gjermani. Edhe tash nuk e dim edhe sa kur në hamet bashk. Kreti kisha dhonë veç më këthy dhe njërë që shna konë. Si për para. Kurse këm pas problemin e barna. S'këm pas as një gajle. Dyqysh, Luan gjithë shka konë perfekt. Si me konë këtë bota e jona. Problemi ma i madh u kom qysh mi vjedh 2 cigare. Ato cigare nuk e kanë vlerën sa krejt bana që i kena shitna. Veç dhe zbartë këmë nëgjesi. Qa e konë problemi ma i madhi. Nuk ka pas ven, ka tënë, s'ka pas birë që s'kena hiun e te Luan. Veç atë bunarin fund arav. Veç në ta nuk patëm hyë dhe pse patëm tentu këgjëshëm. Na dheshen që është një plak aty. E ti dheshen me po. Halo me nej që është e plakët të nërpita së në bunarë. Ashta vjet dita që shkojnë ta e plak. Shta së është largë dhe aja ditë. Erdhe. Djema, puna u kry me sukses. A i more barnat? Po dhe, pa thash unë e puna u kry me sukses. I bjen që i ku marrë barnat. Me kanë u takove në veri? Me Ivanin. Normal, me Petarin është problem u taku. Po dhe me Ivanin nuk e letë. Pse? Qka nuk e letë? Po mboni shumë pyetje për llakin. Ku është? Të s'pëlajmërot. Edhe ta që tutje e kem problem me marrë atje barna. Ata po i lypin llakin. Po ata kanë interes me shit barnat. Me fitu pare. Ata po lypin diçka tjetër prej llakit. Kushtin mi plotsu. Me vra flamurin. Çka i tha Ivanit për llakin? I thash që ka do probleme financiare. Fila. Po. Me gru? A i gare për bëna? Kush është ai që mundet me besu që një njeri si llaki ka probleme me gru? Po shiesh që si e i martum. Edhe për njerëzit si llaki, i vetmi problem që mundet me qenë është gruja. A jam tash unë e lirë me ecë. Hajde, qika. A ki nevoj për diçka? Po ta bide ujë? Jo. Ose po ta qes një kafe? Jo, unë që. Nuk kam nevoj për kujsa. Unë e mirë jam. E di që nuk je mirë. Je shumë i shqetësuar për familjen. E sidomos për flamurin. Po pata pak qef me fol me ty, edhe me krejt familjen për problemin e flamurit. Fol, po më sprit shumë për me. Se as nuk po di ka po shkoj, as qka po baj. Nuk po kam forcë qka, kur po esha flamurin kështu. E di, që ata dhe pata qef me fol me ty. Kom bisedu pak edhe me flamurin. Më ka tregu fije për pese qka ka pa e qka ka ndodh me ta. Se di heq, a i po thot se e ka pa dikan. Këta tjertë po thojnë sa i njeri nuk ekziston. Unë nuk e di se kush është ai person, po e di që flamuri është mirë. Ai nuk përshet diçka që nuk ekziston, pa ai përshet gjana reale. Flamuri nuk është i çmendur. A je sigurt se flamurin e kam djalë? E me këto fjalë, po m'jep shpresë
se Flamuri nuk është i çmendur. Është mirë. Jam shumë e bindur në ato që ka po thëmë. Kom pas pak provoj me kësi njerëz që kanë kësi probleme. E Flamuri nuk ka probleme. Flamuri është mirë. Veç ka nevojë që na me i besu ati. Zemra po më thot me i besu. Nuk më e braktis idealin tem. Qysh do që t'është, kam i najt afer. Me i besu po edhe me vepru. Fjalë që a i thot janë shumë të rrezikshme për këtë familje. Tjertë po thonë që Ardiani nuk ka vlla. Po Flamuri e ka pa dikën, e ato që e ka pa është shumë i rrezikshëm për krejt neve. Me pa durim për pres, me u përball me këtë farë rreziku. Veç Flamurin të është mirë. E këto fjalë tua, po ma zbusin zemrën shumë, edhe po m'japin me kuptu se Flamuri është mirë. Unë po e një vetën pjesë të kësaj familje. Ju ma keni dhanë këtë ngrotësi prej ditës të parë kur kom marrë këto. Edhe po du me ju kallëzu juve që po du me ju pa mirë. E sidomos ty. Se kom një shumë fjalë të mira për ty e shumë fjalë të mdhaja për ty. Po, ti tash veç je pjesë e familjes tonë. Ti na ka dhënë dritë në këtë shtëpi. Na i ke qelë sytë. Kur po të shoh ty, po m'duket se po e shoh qikën tem, Shqipen. Ti e qika jem. Ti po ma ngjall Shqipen. Ka ketë? Si po është të nditën? Jem kanë të marrë me barnë. Nani, mirë. Mirë shu. Na bodhe një përësi tjetër. Nesër e shesëm atë që të përësi. I kena gjetë një njerit besushëm që mujna mja shqitë barna dhe që atina. Që shkeni përësi të barna tjera? Ta që përdojnë me shku në veri veta? E kem gjetë njërë në lakit. Kranë e djati. Përmes ti këna bo një përësi tjetër barna. E po shpresojmë që pra përmes ti njëse këna bo një përësi tjetër. Qysh e gjetët lakina? Ku i shkonaj? Jo, lakin nuk e gjetëm. Besa asaj nuk dike kur gjë për lakin. Po na patëm fate po më rasisht jetoni një fke, kështu që fillum me bashkëpunu me to. Edhe për momentin është këgja aset i rëndësishëm për njëve. Që është fillut me bashkëpunu me ta? Veç ashtu edhe ai pranaj, apo? Qashtë të diqka. Jo bashkë krejt me qef, po... Qashtë. Kena zvillu dhe diqka tjetër shumë të rëndësishëm. Qka ashtu? Petari ka përësit lakin me të vranë ty. I ka vënu kusht me bashkëpunu me barna nëse të vranë ty. Lakin dikush e ka sulmu, po halas po dihet kush. Qa keni prit prej ti? U prit kjo lëvizje. Ko qa mati u prit prej ti? Kish pak. Petari ka jep urën me vra Flamurin.
Lakit i ka ndodhur diçka. Më duket që janë ka lidhen qëtu. Qa po mënan që lidhët? Më duket e dyshymt. Kam duket që qëtu kanë gjasa me kanë të lidhën janë me tjetër. Ka na informacion për Lakin diçka? A dihet për to najsen? Ort. Për Lakin po thom, a dihet najsen? Për Lakin, a dihet najsen? Jo, s'dihet. Parët janë. Që është planit ashtë tutje? Plani tjetër është me shqit këto përësi që i kem, me pa pare se na vim njerës. Me pa pare për armë. Dhe në mledhe informata gjithë shka që na vim për veri. Sa parë janë? Janë 40.000. Nesër shqesim e përësin tjetër edhe i marëm dhe tjera. Besoj një 150, 170.000 i banë. Po besoj dalin. Nuk dalin. Do dhe ma shumë. Shumë ma shumë këzëm. Dalin, Luan. Po mënej që është ide e mirë mu përbalë me pëtarin përbalë. Po mënej që du të me pas në ide tjetër. Që është ndryshë këzim? Që është po menon ti? Du të mi një për mrena. Po mënej që është ide e mirë me luftu përbalë me pëtarin. Do të me prejkë në piken që se pret heq, bashkur që mërë menjë. Mënej që duhet me përdorë pak edhe më shku në plan si kali të rojës. Po më duket se që kej me njërin e Lakit dhe puna e barën, po më duket që ideja ma ideale është për me mujt me himranat e pëtari. Ide e mirë. Na ashtu kështu duhet me ikë ballafaqimit për balë me tonë, se nuk ke mundësi me tonë mu për balë. Kështu që po... Ideja ka e mirë, me shfridzu barnat, edhe për mes tyne me himrana. Ardë? Falë. Qka pa menon ti për këtë ide? Ideja? Shumë ide e mirë. Ma e mira. Për momentin. Orta. Falë. Qa ki? Nuk e mirë diçka. Pash nuk e edhe aktive heq në bisedë. Po. E di. Mirë jam. Rëndësishme është ti me konë mirë, Luan. Po shka di mrena. Pret. Falë. Artat një. Kaltëm që ki. Ki nevoj në i sen. Nështë ki nevoj me folë në mu. Falë. Mirë jam, Luan. Shumë mirë jam. Po nështë hormonat, shtatëzania. Po më të shona dhe disponimi. Po mirë jam. Shumë mirë jam. Ka diçka që duhet me ditu në. Po, normal. Ti e din që nuk jam e lumëton me vendimin tanë për me shkutin veri të petare. Po këtë nuk me u po kur gja, me ta ndryshu mendimin. Unë veç vëtu me kanë me ty, Luan. Vëtu me kanë nga ti. Së vëtu me kanë me pjesët që saj. A më të është. Duhesh me konë pjesë edhe ti. Qëfar të plane që bojna këndër petarit nuk funksionon asë njën pa ty. E jo në teren, amo. Ma duhet në shtetja jote. Kur të kryna punë me petarin,
Atëre kena kitë kohën e botës në kalu bashkë. Unë e ti, fëmija jonë. Jam, unë edhe arta të jetësim. Unë e të shimi nesër kena punë. Rregull, Luan. Shimi nesër. Shka pusha? Luan. Pushoni edhe jo. Lamor. Do është edhe te me pushu. Mirë jam unë, mirë. Mos ki dërë, Luan. Lamor. Unë nuk e kam plan me bas një hap aty në drejtën petarit. Më dohet krajet. E ki, Luan. Gjithmonë ki me pas, ma e men. Sidomos të petari. Ama të është me pushu për një me flamur. Të është me flajt. Jo me rujtë të tonatën. Mirë jam, Luan. Hajde shko pusha ti. Merses. Shimi. Natën. Hajde, Flamur. Hajde shkojmë, pushojmë ana pak. Hajde shko ti për rria dhe pak e tani vije. Ja, qa u bu? Se ka merë gjumi. Rria dhe pak shtë me ti. Bob, ku po shkon me këtë pushë? Erdha mju një mund roje. Moti se kom përdor këti veron. Po kur është në pyetje familja, kam me përdor apet. Dhe se po një mënyrë atje. Tja qes timin cigarës, sa s'ja kom qitë timin kësaj viranje. Që t'ja sigurisën, Bob, se për na qa pashtë edhe neve. He, mërdjarë jem. Kur e kam pasë në dorë këta, ti nuk je ka një lenë, heq. Specialin një zyren këtë rana djem. A i gore pak. Qa ko të rejt jem? Për barna, se për që tërsaj nuk thirëm. Të që ka ndu, qa o botash? Kena morë furnizim të ri me barna. Së nga thirë me të shqitë. Me gjithë respektin djem, amo tregu nuk funksionon kështë. As ke pun. Pse? Qysh funksionon? Që ka ndodhi tash? Jo, nuk ndodhi kur gjo. Amo dje i bleta në barnat, sa në kënë thirë prap, o shumë. Nuk i kapacitetet me shita? Na menun që i këgja seriozë dhe ki kapacitetet më doja. Jo, nuk është problemit e kapaciteti. Amo kjo pun nuk funksionon kështu. As laki nuk ka mujt me i shit kështu çdo ditë. Nuk janë si paracetamollat më shit çdo ditë në treg. Merr pak ku. E po, nashta duhet me investu ma shumë njerëz. Me zhenu biznisin. Jo,
Nuk është problemi të kapaciteti. Problemi është se duhet me respektu konkurencën. Se unë edhe i shes, po mas ne i bona problem për ta. Ajo është problemi yti. Duhet me zgjedh ti. Na i kena mallin, kështu që na i kena plan prap me porositë mall. Na duhet me hek. Unë edhe këtë porosi po e marr. E për porosin tjetër duhet me prit pak më shumë. E sa duhet me prit për këtë porosin tjetër? Ne deri në 2 javë. Po i lajmëroj unë se kur jam i gatshëm me bler mallin. Okej, në rregull. Merr këtë porosi edhe mas ne do të më ul me ful, na. Do të me gjetë një zgjidhje. Neve na hyn me lëviz shpejt. Ta sushi? Ha, a ke gjetë diçka të hajret? Kom gjetë, po jo diçka që na hem punë bashkë. Çka është të falë? E kom ulum tu çdo dosë të Ardjanit. Nuk figuron që ka vlla. Ka familje gjan, ka xhallar, djemtagjës, po vllon nuk ka. Rona, nuk jam çmend. Nuk jam çmend asona, as flamuri nuk jena çmend. Edhe që shka mundësi mu çmend 2 njerëz njëtën kohë me pa të njëti njëri. Hajde, tregam. Ku pa me sytë me e kum pa. Kitë identik si Ardjani është, edhe më ka thonë vetë, me gojtë vetë e ka pranu. Më ka thonë jam vllau i Ardjanit. Jena të ja huqë diçka. E di, por nuk po moj me holumtu ma shumë, me dalje dyshimt. Kom bisedu me kolegë për një person me motor. I dyshumë për disa vrasje. Se dhe kom një mu taku me ta. Edhe, qka e të prit? Hec, takov. Mos ki derë takovën, po... Leone është informuar për këtë punë. Jo, Leone nuk është në djeni edhe asë nuk bën më ka në djeni. E njohën e Leonin. Më mja rreziku jetën me këtë informat. Nuk dina kur gjë për këtë njeri. Si hije. Shumë profesionist, shumë i përgatitur. Dhe jam e bindun që e ka dika një informator mbrana policisë, jam e bindun. Për ndryshe qysh e diti njeri. Qysh e diti që bash one jam hetusja rastit Ardjanit, qysh e diti njeri që unë jam konë në vend të gjarës kër është vra. Shte pa mundun, gjithë qysh e ka dika një informator mbrana policisë, e të esis nuk e di. Nashta, në shtatë nuk është për mrena, është dikush për jashtë. Kërkush nuk e din që Flamuri e ka vrar Ardjanin përveç familjes, kështu që shumë po dyshoj që mërët me konë na i informatori jashtëm. Dhe më thonë krimi është bo për mrena. Edhe damin është e bo që ke krembë. Dëm në dalë probleme këtë tipin e barnëv. Me prit 2 javë shumë. Nashta ka mirë me gjetë në i blesh tjetër. Nuk e di. Nuk isha thonë me bashkëpunu edhe shumë që si tipa. Pse? A jetën, po më nej që nuk kem nevoj me izgjenu shumë bashkëpunimet. Ku me ditë edhe në çfarë qëllojmë, neve nuk na vjen një problem i ri. Na du të më fokusu të barnat, qëtu që i kemi shit. Po, pe di. Nejse. Na du të me zgjedh problemin me Llakin. Petar nuk ne e barna pa lezu kërkesën e ti. Ani dhe... E vrojmë Flamurin edhe vazhdojmë punën me barnat. Nashta nuk e bjen mend që i vllau Ardjanit. E sa... Ka keq me menu këtë farë ideje. Cilën ide? E vrau Flamurin, në? Më duk diçka e tillë. A mujte me fol me djam për Flamurin? Jo, sos, mujta me qelë këtë muhabet nërsi Flamurit. Se disha që i bëhat keqaj. Plus ta djemët a markimene që zbesojnë. Ke punta në shumë të bëha ma keq. E di mirë ke bo. Unë fula me babën tënë. Unë do kësi kur besoj.
Edhe mendje s'ki shprit më ardhe mi thonë dikush ashtu. Normal që mendje s'pret. Ajo është babë dhe është në gjendje me bëjë gjithçka për vlat vetin. Më ardhen s'mujta me bisedu ala. E është mirë me fol me ta. Ajo mundet me në animu si jetuse. është ta në animal me kuptu se me kënë është ta ku flamuri. Shpak që jam të po dikan që për herë të parë këm njëm në Ardionit. Kush është ai? Që ajo është mësiti, që i ka ba bashkë Ardionit me Shqipën. Goja veç fjallë të mira i që t'ki bërat hamam. Lebre zem hequ ti se ai në shta se ka njoft Ardionin heq. Jo, mundet më në animu shumë mira. E qka mundet më në animu? Mundet edhe shumë bili, hajde. Baks. Shëndeti. A zidja po më njerë, është ta dhe më ka arru. Ja, për besë më kujtosh. Jam djali Ahmet Gashit. I ka mësit të na për me lyp motrën tonë për Ardionin. Aha, tash më kujtohet. A kështë mujtë vish me pika një kafe, vish du me të vedi qka shkurt. Ja, për besë nuk kam kohës, jam për gutë. Nga më batë, vish 2 minuta, s'marrë ku ma shumë. Vish për Ardionin du me të vedi qka. Falë dhe nuk kam kohë, hajtë tjetër herë, se s'kam kohë. Nga më batë, vish 2 minuta du me të vedi, s'marrë ku shumë. Nuk kam kohë djallë. Shka këshiri punë të tua, ti se i kam unë punë të mija. Ka dalë më së gotë. Ti e djallë i Ametit. Mëse me rëftyrën Ametit. Po dash me të ranë men ma herët të fjallë. S'kishim rritë dhe këtë tash. Shka e ka dënë për meje? Unë veç mëset jam konë, nuk unë pas faj. Ki fajt, ki. Se plot gojën e ke pas fjallë të mira për Ardionin. Po nejse, s'ka marrë për kitë punë, marrë diçka tjetër krejt. Hajde pra, shka bëdën për meje? A ka pas vëlla Ardioni? Jo, nuk ka pas do. A je i sigur që nuk ka pas vëlla Ardioni? Jo, nuk ka pas do Ardioni. Unë e një mirat familje dhe nuk ka pas të rëllë Ardioni. Shera. Ashtë që flamuri është ka shetë diqka që s'eksiston. E di, Gzem. Nuk e di në fakt. Nuk e di asë qka me menu. Flamuri ke shumë i sigurt. Veç që edhe më shprejsat kota babës. Që kam i thonë të shati? Val bonës. Me e keqja është që flamuri s'është mirë. Qka nëse s'puna ka zënë drejt? Qka nëse po rënë? Ngo mirë që po thamë. Ma erët e përmena Ahmetin. E një. E dhe në qëfar burë është taj. Unë jam gjak i ti. Edhe hecë e kemë problem me shkrepna. Po fale ka të zëmë drejt. Ka pas vëlla Ardioni. Për ndryshe, unë jam njeri i fundit që e shenjë. Po e ka pas një vëlla binjak. Kur kanë lindë ata, baba i tyne ka vendosur që njonin prej binjakve me ja falë vëllau tij, i cili nuk ka pas fëmijë. Ardioni rrit me babën e tij, e binjaku i tij, besniku, është ai që u falte hoxha i tij. Ata e ka rritë hoxha si djalin e vet. Janë rritë ndamas prej njëri tjetrit. Shumë pak e kanë ditë që ai fëmijë është i falën. As vetë besniku deri vonë nuk e ka ditë që është i falën. Pavarësisht që ata kanë përngjarje jashtëzakonisht shumë. Gjatë luftës besniku me babën apo me hoxhën e tij kanë ikë në Amerikë. Ata hala, atje janë në Amerikë.
Edhe shumë pak dihet për ta, sidomos për Besniku.